Levian Goga, burri shqiptar I cili u zhyt në lumin Araktos për shpëtuar 2 fëmijë nga mbytyja, por që fatkeqësisht nuk ja dolën ban, ka bërë tatuazh fytyra dhe emrat mitrove në shenjë nderimi. Në tatuazh shfaqet vetë Goga ndërsa mban në secilin krah Nisin dhe Spiron, teksa rreth tyre shfaqen krahët e angjëve. Ky tatuazh I bërë në gjoks në krahun nga zemra vlen si një simbol kujtese dhe nderim të 2 fëmijëve, pavarësisht përpjekjeve njerëzore të Gogës për t'i shpëtuar bashkombësi, e shprehur se veprimet e tij për shpëtuar fëmijët nuk I bëri për të marrë në shtetësinë greke. Më informuan se më kishin dhënë shtetësinë greke, ministri më telefonoi dje dhe më tha, po të pres në zyrë të përqafoj të përshëndes dhe të pi një kafe, tha ai dhe të më jap shtetësinë. Kam qenë në Greqi për 20 vjet, me dokumente, pa dokumente, erdha kur isha 17 vjeç dhe jam 41. Greqia është vendi im I dytë. U rrita këtu vitet më të mira të jetës sime, nuk e bëra për shtetësi, jam I njohur që do të japin gjithë familje kartat e identitetit, por mendova që momentin që hyra sikur të ishte fëmia im brenda dhe I falenderoj të gjithë. Nga Greqia më kanë telefonuar ministrat dhe gjithë ata që pa numrin tim më kanë telefonuar raportoj për këtë tema.